Sa që mujmë i diskutu veçmas, kandidati për president që është zoti Konjufca, edhe mungesa e një kulturët kompromisit që po partit politike nuk e kanë. Aja që ka është më rëndësi, pun me pas qenë deputet i Kovendit, jo me një dorë, për me 2 duar e kësha votu zotin Konjufca për president. Për shumë arsye. Cila është diferenca? Pa dash me hiezu ose me përullë dhe angazhimin politik të zonës Osmani. Pra, Glauku në këtë rrugtimin, po menoj si personalitet edhe si kandidat në këtë terrenin politik, po i përmeni përparësit. Pra, në këtë rrugtimin e vetë politik nuk ka bo kompromise dëmshme këtij veni, pra s'ka votu as gjykatë speciale, as zajednic, as privatizim, as nuk ka qenë konfliktoz në raport me situatat e tjera, ka qenë një personalitet që këtë në rrugtimin tonë, sa unë kam qenë pjesë e lëvizjes vetë vendosje, ka dëshmu parim edhe stoik në qëndrimet për cilat normalisht këtë ato kompromise që janë votu tash muj me gjetë në këtë mes e me diskutu ato, mirë po kjo bën një ndër kandidatët, po thamë në këtë moment më të mirën që opozita do dojë ta votonte. Regjia, jemi gjithçka në rregull me zërin e Krasniqit, sepse kam reagime nga shikuesit thonë që nuk po dëgjohet, verifikojeni lutem. Besoj që jemi duke u dëgjuar zoti Krasniqi apo jo? Po besoj mos i po flasëm. Bëri disa prej deklaratave më të fuqishme. Pra ti po thua që Glauku në parim si profil është në rregull? Absolutisht mendoj që në raport me zonjën Osmani, edhe me këtë terren tash, domethënë kur kemi zotin Jashari që është deklaru mos më përsëritë që në mojtë një elekcion. Kjo soj përket figurës e zotit Konjufca. Normalisht nuk presëm na që kjo